atë shumë të thirën në kushtetut, e këta janë shkelësit më të mëdha të kushtetutës. Veç eksploroni, e shifni, sa ligje i kanë miratuar në kuvendin e Kosovës që kanë qenë antikushtetuese, që me procedim në gjykatën kushtetuese janë kthy antikushtetuese, dhe po më vjen mirë që lëvizja vetëvendosë përdor këto mashat e veta me u prononcu këto ditë, se asnjëherë s'pishon në një oponent puro të lëvizjes vetëvendosë që dele deklarohet, o dalin pe alternatives, o pe guxos, ndërsa ata po rrinë heshtje dhe po qëndrojnë komod. Në ata që po thirren, shifni veç deklaratat e zonjës Albulena Haxhiu për votimin e kryeparlamentarëve në historikën prej se lëvizja vetëvendosë është në kuvendin e Kosovës, shifni historikën, shifni deklaratat e Albulena Haxhiu, shifni deklaratat e Albin Kurtit që kanë thonë siguroni votat, bëni votat. Nuk e kemi obligim ne opozita me siguru vota lëvizjes vetëvendosje dhe kandidatit të lëvizjes vetëvendosje. Dhe shumë mirë këto po dalin edhe po e luajnë rolin e viktimes. Mirë që një parti e madhe që ka udhëheq me 6 vjet pushtet, tash po del po viktimizohet këtu para mediave dhe para popullit. Bllokues të konstituimit të kuvendit të Kosovës është lëvizja vetëvendosje. Dhe është absurditet i kohës ku e barazojnë zgjedhjen e kryeparlamentarit me zgjedhjen e nënkryetarit. Zgjedhja e nënkryetarëve të kuvendit është një procedurë krejt tjetër që është e rregulluar me rregullorin e kuvendit dhe ju takon ad hoc, ju takon partive më të mëdha edhe partive të komunitetit. Domethënë s'ka asnjë lidhje zgjedhja e kryeparlamentarit. Zgjedhja e kryeparlamentarit duhet më bë me ndonjë marrëveshje politike, me ndonjë koalicion, se duhet t'i sigurojnë votat ta kalojnë kryeparlamentarin dhe më pas të hinë në procedurën e votimit të qeverisë. Pra këta nuk i kanë votat dhe po e mbajnë peng konstituimin e kuvendit të Kosovës, po e mbajnë peng Kosovën, sepse po ju konvenon, dhe një prej oponentëve që sot u deklaru, shifni me çfarë afera korruptive është duke u përballur dhe e merr guximin del para media, po edhe nuk përgjigjet në pyetje që kanë të bëjnë me aferat korruptive që është i akuzuar zoti Peci.